Pa drita. Mram pa drita kemi qenë. Pa drita dhe tje. Atje ka dritat e ne jo. I shohim nga larg. Pra fshatin shikon, edhe njëri me drita, njëri pa drita. Ashtu. Njëri me rrugë, njëri pa rrugë. Njëri pa rrugë, po. S'ka baraziku. Si do i vej halli fshatit tuaj? Fshati do braktiset, 70% kanë ikë. 70% kanë ikë, kanë ngel këtu 1800 banor. Sa kanë qenë? Po them për njësinë administrative Surroj. 3500 kanë qenë. Të ikë çdo ditë. Pse të braktisën fshatra? Bota po jep prioritet fshatrave. Mia do me shku në shkollë. S'ka shkollë, është braktis shkolla. Çdo ditë janë të braktis. E braktisën nga rruga. Vetëm prej rrugës. Do me shku në spital. Kur ka arë Pandelimoj, ka premtu për deri në Momës, fillon rruga prej Miq Momzit, deri në Momës, te xhamia e Momzit, te shkolla e Momzit, para Nëndorit. Nëndori që iku? Po me gjithë kretarin e bashkisë ka arë lokale. Kretari i bashkisë edhe Pandelimoj. Na kanë premtuar para Nëndorit do të fillojë rruga. Po se kapët do të atë të kryetarit, i thoshë zotëri po. Ku mi gjithë kretar?